gjuha shqipe nuk është zyrtare në vendin tonë, për arsye se është gjuhë e përkthyer shpesh herë, është gjuhë e 20%-shit, ne jemi bë numër demografik, nuk jemi faktor politik. Domethënë, autenticiteti jonë këtu në vendin tonë, vendin ku jetojmë, shtetin tonë, është vënë në pikpyetje në mënyrën se si trajtohet gjuha shqipe. Domethënë, nëse ne si popull autentik në këtë vend, nuk e gëzojmë të drejtën tonë me ligj i cila na garanton gjuhën shqipe. Po marr parasysh shiheni, gjitha këto peripeci ligjore, leximi, ky ligj është harmonizuar, nuk është harmonizuar, janë rezultati i trajtimit të gjuhës shqipe me 20%. Dhe shpesh hasim edhe në probleme dhe pengesa të cilat eksponentë të caktuar politik i bëjmë për shkak të vullnetit të tyre. Dhe bazohen, thuan, unë nuk e kam për detyrë të shfrytëzoj gjuhën shqipe, për arsye se unë nuk jam përkatës i asaj etnie në vendin tonë. Kështu që nuk duhet të jetë çështje vullneti, sepse 20% dihet se kujt i referohet. 20% janë vetëm shqiptarët në Maqedoni. Ky rast është dëshmues, na dëshmon neve se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Po çfarë thot atëherë amendamenti 5 i Kushtetutës? Po thot 20%-shi. Po kush është 20%-shi? Po nënkuptohet se është gjuha shqipe. Po mirë. Një gjë është termi 20%. Nuk theksohet gjuha shqipe, po thuhet 20%-shi i banorëve të cilët jetojnë. Po, dhe kush jeton, kush janë ata? Nënkuptohet. Nënkuptohet, po. Mirë, po një nuk gjë thuhet. është çfarë është 20%-shi dhe gjë tjetër është të thuhet që gjuha shqipe nuk është zyrtare. Në vendin tonë e dini se trendi i rritjes së numrit të vendasve tonë të cilët kanë marrë pasaport bullgare dhe eventualisht nesër mund të identifikohen si bullgar, është dikun sipas një lajmi që e kemi lexuar, janë dikun rreth 280.000 banor. Që i bie se është shumë afër numrit real për 20%-shin në vendin tonë. Ai nuk kupton kjo se tash ne do të bëhemi të barabartë me bullgarët në Maqedoni, nëse eventualisht në regjistrimin e ardhshëm mund të kemi këtë numër që kanë marrë pasaport bullgar dhe mund të paraqiten si banor që ndjehen si bullgar. Po mirë, ju që nuk kupton se nuk është e garantuar vetëm për shqiptarët.